Tregu i gjësë gjallë në Kukës, dikur një nga më të gjallët në veri lindje të vendit, sot paraqitet thuajse i zbrazët. Në këtë hapësirë ku dikur gumzhini fermerët me bagti të shumta, tani shihen vetëm pak lop dhe shumë pak njerëz. Zbrazja e tregut nuk lidhet vetëm me ndalimin e tregtimit të kafshëve të imta për shkak të murtajes së parapur në rajon. Banorët dhe fermerët thonë se rrënja e vërtetë e problemit është emigrimi masiv. Po sot që peshin e vetë, që shakon as me lidhë kun nuk mund lidhëshim. Së më lidhëshim kun, se s'kish vend. Është pedin e vetë, s'ka një, ka një gjerë s'kajtë. Që të tëjcova. Me mungesën e kraut të punës dhe interesit në rënien për blek të rinj, shumë familje kanë ullur ndjeshëm numrin e kafshëve ose i kanë shitur ato krejtësisht. Aktualisht në treg lejohen vetëm lopët, ndërsa shitja të imtave, dhenve dhe dhive është ndaluar përkohësisht për arsye sanitare. Qarku i Kukësit numëron rreth 45.000 dhene dhi, por fermerët thonë se nëse situata vijon me këtë ritëm, edhe ky numër do të bjerë ndjeshëm. Në mungesë të politikave mbështetëse dhe investimeve në zonat rurale, blegtoria në Kukës, një traditë e hershme e banorëve të zonës, rrezikon të mbetet vetëm kujtim.